Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk kishin paguar qeran, çifti i njohur i aktorëve do bohen nga shtëpia. Aktoria e njohur Dennis Richards dhe ish bashkëshorti i saj Aaron janë urdhëruar nga një gjykatë në Kaliforni të lirojnë shtëpinë e tyre me qera, pasi nuk kanë shlyer detyrimet financiare ndaj pronarit të banesës. Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara, një gjykatës së lartë miratoi të premten kërkesën e pronarit për dëbimin e çiftit. Në padi thuhet se Richards dhe Piper si detyrohen rreth $84,000 qera të papaguar. Përveç kësaj, pronari ka kërkuar edhe mbulimin e shpenzimeve të avokatëve si dhe kompensim për dëmet e mundshme të shkaktuara në pronë. Richard, 54 vjeç dhe ish bashkëshorti i saj 53, kishin nënshkruar kontratën e qeras në qershor të vitit 2020, duke paguar një depozit sigurie prej $24,000. Megjithatë, aktoria ka deklaruar se nuk jeton më në këtë pronë për shkak të divorcit të saj të tensionuar me ish bashkëshortin pasi gati 6 vitesh martesë. Në dokumentet gjyqësore të paraqitura në gusht, Richards pretendon se është larguar nga shtëpia 2 vite më parë dhe se kishte besuar se familja e ish bashkëshortit do të qëndronte aty vetëm përkohësisht. Ajo gjithashtu ka pohuar se e kishte njoftuar ish bashkëshortin se ai do të ishte përgjegjës për pagesën e qeras, duke filluar nga janari, ndërsa familja e tij vazhdonte të jetonte në banesë dhe refuzonte të largohej. Sipas dosjes, pronari kishte tentuar për 6 muaj me radhë të kontaktonte ish burrin e saj për pagesën e qeras, por pa sukses, çka e detyroi të ndërmarrë hapa ligjor për dëbim, pasi të dy emrat figurojnë ende në kontratën e qeras.